Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku për gjatë orëve në vazhdim deri në orën 19 për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës në ditarin e pasdites. 2 atentate ndodhen të enjte në Tiranë dhe në Lezhë brenda një ore. Në Lezhë, persona të pa identifikuar vranë me breshëri Kallashnikovi babain e Rohan Brahimit, i vrarë vitin e shkuar në Greqi. Ndërsa, një orë më vonë ndodhi një atentat që la 4 të plagosur në Tiranë. Po cili ishte objektivi dhe si lidhen këto dy ngjarje, detajt na jep kolegja Xhensila Kodra. Xhensila, të përshëndes. Atëherë, si lidhen dy ngjarjet njëra me tjetrën? Përshëndetje, Bruna. Duke qenë se janë 2 atentate në fakt të ndodhura brenda një arku kohor prej jo më shumë se 60 minuta, pra brenda një ore, por në 2 qytete të ndryshme, konkretisht i pari në Lezhë në orën rreth orës 20 në fakt dhe tjetri në kryeqytet. Të dyja këto atentatet duket se kanë një emërues të përbashkët dhe emri që i lidh me njëra tjetrën është konkretisht ai i Rohan Brahimit, por një person ky në fakt që ende nuk jeton dhe ende janë atentate të mirëfillta dhe që po marrin jetë njerëzit kryesisht të afërm apo dhe familjarëve të tij. E konkretisht 34 vjeçari u ekzekutua me breshëri plumbash në Athinë, në Greqi, në maj të vitit të kaluar, pra në 9 maj të 2024 në sy të bashkëshortes dhe djalit të tyre të mitur. Por duket se këto atentate në fakt vijojnë të jenë ende edhe pse të pasbardhura nga ana e policisë vijojnë të jenë ende prapavi e shumë të tjerë. E konkretisht në orët e mbrëmjes së djeshme në Lezhë, persona ende pa identifikuar i vran Rohan Brahimit babain në një atentat që i mirë organizuar, mund themi, por njëkohësisht dhe i paralajmëruar, duke qenë se në 2 atentate të tjera të mëparshme ka pasur vetëm dëme materiale. Pra, në janar dhe në dhjetor të vitit të kaluar i është qelluar me breshëri armësh, por edhe me lëndë plasëse lokali ku në fakt mbrëmjen e djeshme Gjovalin prendi mbeti i vrar nga breshëria e Kalashnikovit. Por nuk do të kalonte më shumë se 60 minuta, pra brenda këtij arku kohor, një tjetër atentat ndodhi në kryeqytet në zonën e Lundrës, por që në fakt pikërisht në këtë ngjarje fatkeqësisht mund të themi janë persona të cilët nuk kanë lidhje me këto ngjarje kriminale. E në këtë ngjarje 4 persona mbetën të lënduar, por që sipas burimeve të sigurta nga grupi hetimor ka dyshime të forta se të 4 personat, 2 prej të cilëve të mitur, po njëkohësisht edhe vëllezër me njëri tjetrën dhe njëri prej tyre ndodhet në gjendje të rëndë, vijon të ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës. Në fakt nuk ndyshohet mos kanë qenë objektiv i këtij sulmi me armë. Ata ishin duke u kthyer së bashku me drejtuesin e mjetit i cili ishte dhe bodyguardi mund të themi apo dhe shoferi i familjes që po udhëtonin dhe 2 vëllezërit. E konkretisht